Publikohen të dhënat e formularëve të vetë deklarimit të zyrtarëve, deputet të djathtë dhe të majtë të dënuar, shkelje dhe më të rënda nga disa kryebashkiakë. Majoranca refuzon draftin e ri të opozitës për drejtësinë, struktura e sistemit nuk ndryshon, por PD këmbgul të thjeshtohet arkitektura. Rama takohet me Metën, koalicioni me qëndrim të unifikuar për drejtësinë dhe zgjedhjet bashkë kërkojnë që reforma në drejtësi të jetë e zbatueshme. Opozita akuzon sërish qeverinë për skandalin e përgjimeve, pajisja ka hyrë pa u regjistruar në dogan, për pasojë është përdorur në mënyrë të paligjshme. Gjykata e Shkodrës lë në masën arrest me burg 5 punonjësit e qendrës së fëmijëve, akuzohen se lejuan abuzimet seksuale dhe dhunën mbi vajzat e mitura. Të nderuar zonja dhe zotërin, mirë mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e formularëve të vetë deklarimit të zyrtarëve në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Deputetët djathtë dhe të majtë rezultojnë të dënuar nga drejtësia shqiptare ose ajo e vendeve të tjera, por edhe më e rënd paraqitet situata me kryebashkiakët. Disa prej të zgjedhurve vendor janë arrestuar, hetuar ose dënuar edhe për akuza që lidhen me trafikun e drogës. Janë jo të paktë deputetët e kryebashkiakët të cilët rezultojnë të kenë shkelur ligjin në Shqipëri dhe jashtë vendit. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka publikuar formularët e vetë deklarimit të zgjedhurve në parlament dhe në pushtetin vendor, në funksion të zbatimit të ligjit për dekriminalizimin. Majoranca dhe opozita shihen se kanë një numër të zgjedhurish, të cilët janë të dënuar nga gjykatat shqiptare. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, i dënuar në vitin 2001 për organizim të manifestimeve të paligjshme, si dhe në 2015 për shpifje. Arben Ristani rezulton i dënuar me 5 muaj burg dhe 1 vit kusht për veprën penale, dhënie vendimi të padrejtë, vendimi i cili është fuqizuar më vonë. Ristani u arrestua me urdhër të prokurorisë në vitin 1994. Alban Zeneli dënuar me 6 muaj burg dhe 30.000 lekë gjop në vitin 1992 dhe 1996. Deputeti i Laçit Mill Fufi rezultoni përfshirë në ngjarjet e 14 shtatorit. Në formularin e vetë deklarimit rezulton se deputeti Tom Doshi është dënuar nga kolegji ushtarak i gjykatës së Durrësit në vitin 1990 me 1 vit burg për akuzën e sjelljes së padenjë në shoqëri. Ai kujton edhe urdhër ndalimin me firmën e prokurorit të përgjithshëm të marsit 2015. Socialisti Pierin Dreu është arrestuar në vitin 2004 me akuzën e përdorimit me keqdashje të thirrjeve telefonike, por se në vitin 2005 mori pafajësinë. Parit Sara IPS-s i dënuar me 800 euro gjop në 2005 nga gjykata e Ferrarës në Itali për shkelje të kodit rrugor. LSI-sti Shkëlqim Selami rezulton se ka qenë në nëhetim nga gjykata e Brindizit, pasi dyshoi për një vepër penale të kryer në 2007, por është shpallur i pafajshëm me vendim të formës së prerë po këtë vit. Deputeti i përjashtuar nga Partia Socialiste Armando Prenga shkruan në formular se është arrestuar në shtator të 2015 pas përleshjes para komisariatit të Kurbinit, vepër për të cilën vijon të jetë në gjykim. Por shkelje të rënda kanë kryer edhe disa kryetar bashkish. Kryebashkiaku i Poliçanit Adriatik Zotkaj, sipas të dhënave rezulton se ka qenë i dënuar me 3 vite burg për shkelje të rregullave të qarkullimit. Ai ka vojtur dënim me 10 muaj burg për kundërshtim të një punonjësi policie me vendim të gjykatës së Skraparit dhe 1 vit burg me vendim të gjykatës së Tiranës. Kryebashkiaku i Mallakastrës Agron Kaplanaj shkruan se në vitin 2003 ka qenë i dënuar në Itali me 2 vite burg dhe 200 euro gjop. Kryetari i Bashkisë Kruj Artur Bushi është një ndër zyrtarët që ka pasur probleme me drejtsinë italiane. Ai pranon se është arrestuar nga policia e këtij vendi në vitin 1996 për arsye që thotë se nuk i kujtohen, dhe në vitin 2010 është arrestuar sërish, i dyshuar për trafik narkotikësh. Kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi, një emër shumë i përfolur nga opozita shqiptare, rezulton të jetë i dënuar nga gjykata e Kavajës në shtator të vitit 2000 me vendim të formës së prerë, dënim me gjob, krim dhe kundravajtje penale. Ai pranon se ka marrë një mas dëbimi nga Gjermania para vitit 2002, por se nuk i kujtohen arsyet, ndërkohë që është ndaluar në Kavaj në mars 2013 me akuzën goditje për shkak të detyrës. Kreu i Bashkisë Kurbin Artur Bardhi nuk shënon asnjë vepër penale, por pranon se ka pasur 3 emra të tjerë të ndryshëm: Gentian Lila, Altin Tanushi
Gendbushi. Ai nuk jep arsye se pse i ka përdorur këto emra. Derisa kryebashkiaku i Kamzës Xhelal Mziu shkruan në formular se është gjykuar nga Gjykata e Tiranës në akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shkelit të barazisë në tendera, por shënon se është shpallur i pafajshëm. Ndërsa 3 politikanët e lartë shqiptar që dominojnë skenën politike, kryeministri Edi Rama, kryeparlamentari Ilir Meta dhe ish kryeministri Sali Berisha, sipas formularit të vetdeklarimit, rezultojnë të paproceduar ose të pahetuar më parë. Por kreu i qeverisë pranon se deri më 27 nëntor 2002 ka mbajtur emrin Edvin Rama. Me njëherë pas publikimit të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për formularët e vetdeklarimit ka reaguar kryeministri Edi Rama. Në një postim në rrjetin social Facebook, shefi i qeverisë shkruan: "Ligji i dekriminalizimit unikal në botë për nga shpërsia. Tani pyesni Shqupin ku janë 19 kriminalët e Partisë Socialiste në kuvend." Ndërsa në një tjetër postim, kryeministri Rama shprehet se makineria e Baltës ka këto funksione: shpif dhe riprodhon shpifje në media, ngre akuza, përsërit akuzat pa pushim dhe dënon publikisht të akuzuarit. Majoranca refuzon ndryshimin e strukturës së sistemit të ri të drejtësisë. Deputeti socialist Pandeli Majko i bëri apel PD-s të heqë dorë nga drafti i ri i amendamenteve kushtetuese, pasi paketa aktuale ka marrë edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Opozita nga ana e saj ka ngulur në thjeshtimin e arkitekturës, çka sjell kthim pas të gjithë debatit të zhvilluar deri më tani. Çdo ndryshim i arkitekturës në sistemin e ri të drejtësisë është i papranueshëm për majorancën. Në përfundim të raundit të radhës të komisionit posaçëm për këtë reformë, Pandeli Majko i ka kërkuar opozitës të tërhiqet nga kërkesa për thjeshtim të institucioneve, duke theksuar se majoranca në këtë qëndrim gëzon edhe mbështetjen e ekspertizës ndërkombëtare. Unë shpresoj që kjo histori të marrë fund ditën e hanë. Shpresoj në një reflektim politik të fundit të përfaqësuesve të opozitës, pasi një gjë është e qartë. Në qoftë se ne nuk miratojmë këtë reformë drejtësie, Shqipëria do të hyjë në grupin e shteteve të dështuara. Por pavarësisht apelit të shumicës, opozita i qëndron idesë së saj se 4 nga 11 institucionet e reja që parashikohen në paketën kushtetuese duhet të hiqen. Ne bëm propozimet tona, ndërkohë që sigurisht që majoranca vazhdon të qëndrojë sistemit kompleks i cili garanton kapjen dhe gjithashtu edhe një presion afatgjatë mbi sistemin e drejtësisë. Shembulli i parë i përplasjes majorancë opozit për arkitekturën ka qenë Këshilli i Emërimeve. Këshilli i Emërimeve në drejtësi është një institucion që propozimi i Partisë Demokratike e heq, sepse e shpërndan atë funksion në pozicione të tjera. Duke dashur të citoj një nga ekspertët ndërkombëtar, është një fakt i çuditshëm, do të thosha, se sot Partia Demokratike ka përballë vetveten, sepse për shembull për Këshillin e Emërimeve ka mbajtur një qendrim tjetër kohë më parë dhe sot kërkon eliminimin e këtij institucioni në emër të thjeshtësisë së sistemit. Në mbledhjen e së premtes janë diskutuar dispozitat kalimtare për çështjen e përfundimit të mandateve, kontrolli gjyqtarëve, prokurorëve, si dhe çështja e Këshillit të Emërimeve. Por fati i reformës mbetet i paqartë, për sa kohë që gjykimet e palëve për arkitekturën janë diametralisht të kundërta. Majoranca deklaron se ka qëndrim unik për reformën në drejtësi. Pas takimit të 2 aleatëve kryesor, Rama dhe Meta, krerët e grupeve parlamentare i kërkuan opozitës të nxitojë për të miratuar sa më shpejt reformën. PS-LSI kanë diskutuar edhe për punën e bërë nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Krerët e 2 partive kryesore të koalicionit qeverisës u ritakuan në rezidencën qeveritare pranë kryesisë së kuvendit për të diskutuar mbi reformën e drejtësisë. Kryeministri Edi Rama dhe kreu i kuvendit Ilir Meta për rreth 1 orë 40 minuta biseduan për qëndrimet që duhet të mbajë majoranca në raport me ndryshimet kushtetuese. Pas përfundimit të takimit, krerët e 2 grupeve parlamentare thanë se majoranca ka një qëndrim të unifikuar mbi nevojën për miratim sa më parë të reformës në drejtësi, por edhe për ndryshimet në kodin zgjedhor. Majoranca është e dakordsuar absolutisht në gjitha drejtimet. Nuk jemi ndjeni të këtij drafti. Opozita është prezente në tryezën e komisionit. Sigurisht, çdo propozim i opozitës është pritur me lojalitetin më të madh nga anëtarët e komisionit të majorancës. Të gjitha opsionet janë në tryezën e diskutimit të këtij komisioni.
jemi aty që kjo reformë të mbyllet, sa më parë. Së dyti të dëgjojmë pa paragjykime ç'thot opozita dhe sigurisht të reflektojmë ato që ekspertë e Obdatit dhe Oraliusit do t'i gjejnë me vend, pasi ata kemi pranuar gjithë bashku si gjykuesit më të mirë, dhe pas kësaj mos u mbasim më kohë tjetër as me takticizëm politik të opozitës dhe as me veprime tjera. Drejtuesit e dy grupeve theksuan se gjatë takimit nuk është biseduar për asnjë moment mbi qëndrimin që do të mbajë Aleanca PS-LSI për zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë Dibër. Lideri i opozitës nuk të riqet nga kërkesa për të ndryshuar paketën kushtetuese që tashmë është miratuar në parim. Basha tha se reforma duhet të jetë efektive, ndaj PD ka propozuar amendime të reja. Pas takimit me antarët e Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, lideri i opozitës Lulzim Basha ka përsëritur vullnetin e Partisë Demokratike për një reformë në drejtësi që lufton korrupsionin. Kryetari i Demokratëve Basha ka sqaruar se vërejtjet e opozitës për këtë reformë janë pranuar 2 herë nga Komisioni Venecia, se tashmë PD ka hedhur një hap të ri duke i materializuar në formën e propozimeve mbi draftin përfundimtar. Ne i kemi marrë këto përgjegjësi, i kemi bërë këto propozime dhe presim që përmes dialogut politik ndihmuar nga faktori ndërkombëtar t'i japim formë në mënyrë që reforma në drejtësi të përparojë dhe paketa kushtetuese t'i hap rrugën pastaj miratimit të ligjeve. Por me eurodeputetët Basha ka biseduar jo vetëm për hartimin e ligjeve, por kryesisht për nevojën e zbatimit të tyre. E dekriminalizimi për PD-n është një shembull i qartë. Kemi një ligj për dekriminalizimin që kërkon që Roshi me kompani të largohen nga mandati i fituar në kundërshtim me këtë ligj. Roshi kërcënon tashmë jo deputetin e opozitës, po deputetin e mazhorancës dhe kryeministri qëndron si kukudh, pa thënë asnjë fjalë, që do të thotë aprovon me heshtje, merr autorsinë me heshtje të përdorimit të Roshit dhe Roshve për të vetmin të rol që i ka sjellë politik, për të kërcënuar, për të shantazhuar. Nisur nga kjo situatë, Basha u ka kërkuar eurodeputetëve që ky sesion i Komitetit Përbashkët të vlejë për të bërë një thirrje për zbatimin e ligjit në Shqipëri. Reforma në drejtësi vendos hapjen e negociatave të antarësimit. Eurodeputetët paralajmëruan sërish klasën politike se çdo dështim do të bllokojë procesin. Apeli radhës u bë në takimin e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE. Brukseli nuk ndryshon gjuhën e fortë drejtuar klasës politike shqiptare. Vetëm miratimi i reformës në drejtësi do të afrojë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Në përfundimin e takimit të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri, përfaqësuesja e delegacionit të Parlamentit Evropian Eli Schlein ka ngulur në nevojën për votimin e reformës në drejtësi, por edhe të asaj zgjedhore. Reform also in view of the opening of negotiations. Shqipëria ka punuar shumë për reformën në sistemin e drejtësisë. Miratimi i saj ka rëndësi etike për çeljen e negociatave të vendit, dhe ky është një moment kritik sa i takon procesit të integrimit. Kemi parë se në Shqipëri ka mbështetje shumë të madhe për reformën në drejtësi. Gjatë takimit diskutuam edhe mbi reformën zgjedhore. Garantimi i procesit zgjedhor të ndershëm dhe me standarde është një element shumë i rëndësishëm për një shtet demokratik. Optimist për miratimin e paketës së ndryshimeve kushtetuese u shpreh në përfundim të takimit socialisti Tauland Balla. Kemi theksuar nevojën e miratimit sa më shpejt të reformës në drejtësi, e cila në vlerësimin ton të gjithëve është edhe kushti kyç që Shqipëria të hapë negociatat me Bashkimin Evropian, tregon që të gjitha palët politike e kanë kuptuar rëndësinë e miratimit sa më shpejt të kësaj reforme. Për opozitën, pastrimi i politikës nga persona me të kaluar kriminale dhe zgjedhjet e ndershme janë prioritet për integrimin. Dalja nga ky udhkryq dhe përparimin procesin e integrimit evropian ka vetëm një rrugë, dhe ajo është zbatimi pa asnjë vonesë i ligjit për dekriminalizimin, garantimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe miratimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi që nuk mbron korrupsionin dhe krimin organizuar, por lufton korrupsionin dhe krimin organizuar. Ky ishte takimi i 10 i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, në të cilin u diskutua gjatë 2 ditëve mbi plotësimin e 5 prioriteteve kryesore për integrimin evropian të vendit.
Opozita akuzon sërish kryeministri Rama dhe ministrin e Brendshëm Tahiri për çështjen e përgjimeve. Sekretari i përgjithshëm Arben Ristani tha se pajisja ka hyrë në Shqipëri pa u regjistruar në dogan dhe përpasoj të gjitha veprimat janë të jashtëligjshme. Për demokratës, skandali i përgjimeve është thelluar pavarësisht sqarimeve që erdhën nga pala italiane për këtë çështje. Numri 2 i PD-s Arben Ristani ka theksuar se letra ish drejtuesit të policisë të Italisë konfirmon se pajisja ka hyrë në Shqipëri legalisht. Sepse një pajisje të tillë gjurmimi e përgjimi është ilegale kur futet pa u regjistruar në dogan dhe është ilegale kur përdoret pa u vënë në dieni dhe pa dhënë miratimin e tij prokurori i përgjithshëm. PD-ja niset nga fakti se pajisja është futur në mënyrë të palishme për të arsyetuar se ajo do të përdorej nga Sajmir Tahiri, po në mënyrë të palishme. Ristani thekson se kjo provohet edhe nga deklaratat e ministrit të Brendshëm e drejtorit përgjithshëm të policisë Çako, të cilët në fillim deklaruan se kjo pajisje nuk ekziston. Prokuria duhet zbarë sa më shpejt të çështje. Kemi të bëjmë me sigurinë kombëtare, kemi të bëjmë me lirinë dhe drejtat themelore të njerëzit, kemi të bëjmë me interesin e lartë publik. Ky hetim që e pret mbar vendi pengohet çdo ditë nga qenia në detyrë e Tahirit dhe e Çakos dhe e rrjetit tyre drejtues. Ata duhet largohen menjëherë nga detyra që të kemi shpejt një drejtësi të plotë dhe objektive. Që prej ditës së parë të publikimit të lajmit për pajisjen e përgjimit, opozita kërkoi largimin e ministrit të Brendshëm për të garantuar kushtet për një hetim të drejtë. Në kulmin e debateve mes majorancës dhe opozitës për përgjimet e palishme, ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Gjatë bisedës së zhvilluar mes ditën e kësaj të premteje, mësohet se është diskutuar edhe mbi ecurinë e reformës në drejtësi dhe qëndrimet e fundit të kreut të shtetit, por të njëjtat burime nuk sqarojnë nëse në takim është diskutuar mbi pajisjen e shumë përfolur të misionit Interforce, mbi të cilin u dishua nga vetë kreu i shtetit dhe opozita se përdorej për qëllime përgjimi. Takimi në selinë e presidencës zhvillohet një ditë pas publikimit të deklaratës së drejtorit të policisë italiane Alessandro Panza, dërguar kryeprokurorit Adriatik Lalla, ku konfirmohet se pajisja e mbritur pranë policisë shqiptare nuk është përdorur për përgjim, por vetëm për qëllime trajnimi. Ndërkohë pas ambasadorit italian, presidencën e ka vizituar edhe zëvendës ambasadori amerikan David Muniz. Kryeministri Edi Rama ka mbuluar se Shqipëria ka vende pune për mungojnë të kualifikuarit 55% të regjistruar. Një autobus me 60 studentësh përplasur me një furgon dhe më pas është përmbysur në aksin Fier-Vlorë, duke lënë të vdekur një person dhe të plagosur rënd 3 studentë. Plagë më të lehta kanë marrë edhe 9 të rinj të tjerë. Mësohet se ka humbur jetën drejtuesi i mjetit furgon. Përplasja ka qenë fort, ndërsa drejtuesi i furgonit ka humbur jetën rrugës për në spital. Ndërkohë studentët e plagosur janë dërguar në spitalin rajonal të Fierit, ku kanë marrë mjekimin e parë. Sipas policisë, studentët ishin nisur për në qytetin bregdetar të Vlorës. Nga hetimet e para, dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë lagështia në rrugë. Gjykata e lartë i ka thënë jo rekursit të prokurorisë për Domart Konjarin, duke lënë në fuqi hetimin e tij në gjendje të lirë. Organi i akuzës kishte ankimuar vendimin e apelit për 42 vjeçarin, që dyshohet për vrasje dhe si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës. Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e prokurorisë për lirimin e Domart Konjarit, i dënuar me 10 vite burg në Francë për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Ankimimi për vendimin e gjykatës së apelit, e cila zbuti masën e arrestit për Konjarin, ishte bërë nga prokuroria e përgjithshme, por çështja u mbyll përfundimisht në dhomë këshillimi nga gjykata e lartë. Konjari do të hetohet në gjendje të lirë, edhe pse lirimi i tij solli reagimin e fortë të ambasadës franceze në Tiranë. Nëpërmjet një letre dërguar krerëve më të lartë të shtetit, diplomati Bernard Fitoussi ngriti shqetësim për vendimin e apelit të krimeve të rënda, i cili ndryshoi masën e sigurimit nga arrest në detyrim paraqitje për 42 vjeçarin. Ky vendim i gjykatës u bë me argumentimin se kishin mbaruar afatet e paraburgimit. I njohur si miku i Franz Konomit që u vra në atentat në vitin 2010, Konjari tentoi të kalonte për në Greqi me pasaportë falsifikuar. Krahas akuzave për trafik ndërkombëtar të narkotikëve, Konjari dyshohet dhe si autori një vrasje në Shqipëri. Në vitin 2005 në afërsi të shkollës së Kuqe, ai dyshohet se ka vrarë Fation Naxhakun. Sipas policisë, viktima Naxhaku kishte shkuar për të vrarë Konjarin, por në përleshje sipër ai merr armën dhe e qëllon për vdekje.
Prokuroria e Vlorës vuri sekuestro preventive për 20.000 metra katror tokë në Imar, pasi dyshohet se ishte përfituar përmes dokumentacionit falsifikuar. Sipas organit akuzës, toka e sekuestruar është në zonën Porto Palermo Himar dhe dyshohet se dokumentet u falsifikuan nga Vasil Rapo. Hetimet për këtë çështje nisën pas një kallëzimi të bërë nga disa persona, të cilët kanë dokumentacionin e trashëgimisë lishme mbi pronën, e cila është e regjistruar në emër të Vasil Rapos. Në vijim, prokuroria ka konstatuar se pjesa më e madhe e kësaj sipërfaqeje është tjetërsuar duke u shitur tek persona të tretë ose duke u dhuruar. Gjykata e Shkodrës lan arrest me burg 5 punonjëset që dyshohet se janë përgjegjëse për abuzimet seksuale dhe dhunën mbi fëmijët jetim. Në sallë ato mohuan akuzat, por gjykata vendosi t'i lërë në qeli, derisa prokuroria të mbyll hetimet për dhunën e ushtruar mbi vajzat e mitura. Arrest me burg për 5 punonjëset e qendrës rezidenciale në Shkodër. Ky ishte vendimi i dhënë këtë të premte nga gjykata e shkallës së parë për personelin, që dyshohet të jetë përgjegjës për skandalin e abuzimeve seksuale me të mitur. Seanca gjyqësore u zhvillua në masa të repta sigurie dhe me dyert të mbyllura. Ish drejtoresha e qendrës Albana Lazani dhe punonjëset Rafaela Camaj, Shpresa Nishani, Najada Ramolli dhe Violeta Marku akuzohen për shpërdorim detyre dhe keqtrajtim të miturish. Vendimi i gjykatës erdhi pasi prokuroria paraqiti si prova aktet e ekspertimit mjekoligjor për 3 vajza, si dhe përgjimet ambientale e telefonike. Burime nga prokuroria bëjnë me dije se të akuzuarat kanë mohuar të gjitha akuzat. Të njëjtën vajzat e dhunuara seksualisht dëshmuan në prokurori ku thanë se abuzimi ka ndodhur brenda jetimores. 35 fëmijëve me statusin jetim do t'ju ribëhet kontrolli plot fizik. Burime nga prokuroria sqarojnë se fëmijët me të cilët është abuzuar seksualisht kishin dhe shenja dhune në trup. Kjo e ka shtyrë organin e akuzës të kryej një hetim të plot për gjithë të miturit. Në 8 raporte, kontrolli i Ministrisë së Mirëqenies Sociale ka konstatuar shkelje në qendrën e fëmijëve në Shkodër. Këtë e ka pranuar vetë Ministri Klosi, i cili foli edhe për mbylljen e të gjitha jetimoreve për t'i dhënë fund abuzimeve. Kryeministri Edi Rama vazhdon të këmbgul se punë ka, por mungojnë njerëzit e kualifikuar. Shefi i qeverisë tha në panairin e arsimit profesional se 55% e punë kërkuesve të regjistruar nuk kanë asnjë profesion. Atyre që presin që puna t'u vijë te shtëpia, t'i bjerë derës, t'i çojë nga gjumi, t'i thot hajde zbresim pak poshtë te kafja dhe të flasim se si ne dy do bëhemi një, ju them që nuk do të ndodhë që gjumin t'u aprish puna që vjen të shtëpia. Me këtë batut, Kryeministri Edi Rama u rikujtoi edhe një herë të gjithë atyre që kërkojnë punë të mos presin t'u gjejë qeveria, por të angazhohen vetë maksimalisht për të siguruar një të tillë. Nga panairi i arsimit profesional, kreu i qeverisë ritheksoi se pengesa kryesore për zhvillimin e tregut të punës dhe investimeve të huaja mbetet mungesa e krahut të kualifikuar të punës. Sot aktualisht, si pas statistikave zyrtare, 55% më shumë se gjysma e punë kërkuesve të regjistruar nuk kanë asnjë profesion ose janë vetëm me arsim deri 9 vjeçar. Cila është perspektiva e punësimit për këta njerëz? Cilat janë ndërmarrjet që mund punësojnë gjithë mas njerëzish që nuk kanë asnjë profesion dhe që shpeshherë kanë vetëm arsimin 9 vjeçar. Është e pamundur. Sipas kryeministrit, studimet dhe statistikat tregojnë se vendet që kanë një arsim profesional të zhvilluar kanë edhe një normë më të ulët të papunësisë. Problemi më i madh për Shqipërinë sipas tij edhe për shkak të një situate të trashëguar ndër vite, mbetet mungesa e profesionistëve në tregun e punës. Kriza politike në Maqedoni duket se po shkon drejt zgjidhjes. Presidenti Ivanov ka dekretuar ndryshimet në ligjin e faljes për zyrtarët që po hetohen. Ndërkohë më herët, diplomati gjerman Johannes Heitnell është takuar me liderët e partive shqiptare.
Presidenti i Maqedonas ka nënshkruar ligjet e ndryshuara në kuvend për fshida të përfaljen, duke i hapur rrugë zgjidhjes së krizës politike. Me këto ndryshime, Ivanov ka të drejtë të tërheqë pa dhënë argumente vendimin e tij për të falur të gjithë personat që po hetojnë për skandalin e përgjimeve. Një opsion tjetër është defalja atyre zyrtarëve që kanë kërkuar një gjë të tillë, por që kundërshtohet nga opozita. Më herët, diplomati gjerman Johannes Heindel ka vijuar takimet me krerët e dy partive shqiptare në Maqedoni, Ahmeti e Thaçi, të cilët ishin pjesë e agjendës së të dërguarit gjerman. Ai ndodhi në Tetov, ku bisedoi me kryetarin e BDI-s dhe atë të BDSH-s për zhvillimet e fundit, shtyrjen e zgjedhjeve parlamentare dhe ndryshimin e ligjit për faljen. Zyrtari evropian përsëriti apelin se liderët e partive duhet të marrin përgjegjësi dhe të vendosin interesat e shtetit përpara interesave partijake. Ahmeti siguroi se rimbledhja e parlamentit, anulimi i zgjedhjeve dhe mundësia për tërheqjen e faljes së presidentit rikthyen stabilitetin dhe sigurinë në vend. Këto hapa sipas tij janë dhe garanci për vazhdimin e punës së prokurorisë speciale. Për Ahmetin, marrëveshja e Shkupit vijon me kapacitet të plotë. Heindel u takua dhe me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Ky i fundit theksoi se shkaktarët e krizës, VMRO dhe BDI-ja, vazhdojnë me veprimet e tyre të njëanshme dhe të papërgjegjshme për çështje të cilat ishin pjesë e bisedimeve dhe për të cilat duhet të arrijej konsensus. Ditët e fundit, diplomacia perëndimore ka zhvilluar takime dhe me klasën politike dhe vëmendja kryesore ka qenë tek falja e presidentit për politikanët në hetim. Gjerdan Shaqiri është i dyti lojtar pas Taulan Xhakës që refuzon të braktisë Zvicrën për Kosovën. Futbollisti shqiptar ka shpjeguar se nuk mund të lërë ekipin pas kaq kohësh që mbron ngjyrat e Zvicrës. Duket se e gjithë zhurma se a do të largohen futbollistët me origjinë kosovare nga kombëtarja e Zvicrës, po rezulton një blof i vërtet. Pas Taulan Xhakës, edhe Gjerdan Shaqiri ka thënë jo kombëtares më të re të futbollit. Në një intervistë për prestigjiozen Blik, futbollisti Stoke City ka për të ditur se edhe pse Kosova është pranuar në UEFA dhe FIFA, ai do të mbetet besnik Zvicrës. Nuk ka asgjë për diskutuar, ka deklaruar lojtari kur është pyetur për çështjen e Kosovës. Jam i lumtur që është antarësuar, por ka shumë kohë që mbrojnë ngjyrat e Zvicrës dhe jap gjithçka për këtë kombëtare. 2 ditë më parë edhe Taulan Xhaka, futbollisti më i dashur për kosovarët, deklaroi se nuk do të mbyllte rrugën talenteve të reja tek kombëtarja kosovare dhe se do të vazhdonte të mbronte ngjyrat e Zvicrës. Sipas tij, detyra e Xhakës, Behramit dhe Shaqirit kishte përfunduar me njohjen ndërkombëtare të kombëtares kosovare. Trajneri i Zvicrës Petković ka ofruar 6 lojtarë me origjinë shqiptare për finalet e Europianit në Francë: Gjerdan Shaqiri, Blerim Xhemaili, Granit Xhaka, Valon Berhami, Admir Mehmeti dhe Shani Tarashaj, ndërsa ka lënë jashtë Struganin Pajtim Kasani. Publikohen të dhënat e formularëve të vetë deklarimit të zyrtarëve, deputet të djathtë dhe të majtë të dënuar, shkelje edhe më të rënda nga disa kryebashkiake. Majoranca refuzon draftin e ri të opozitës për drejtësinë, struktura e sistemit nuk ndryshon, por PD këmbgul të thjeshtohet arkitektura. Rama takohet me Metën, koalicioni me qëndrim të unifikuar për drejtësinë dhe zgjedhjet. Basha kërkon që reforma në drejtësi të jetë e zbatueshme. Opozita akuzon sërish qeverinë për skandalin e përgjimeve. Pajisja ka hyrë pa u regjistruar në dogan, për pasojë është përdorur në mënyrë të paligjshme. Gjykata e Shkodrës lën masën arrest me burg 5 punonjëse të qendrës së fëmijëve, akuzohen se lejuan abuzimet seksuale dhe dhunën mbi vajzat e mitura. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.